Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin wa ba'd. Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm atë falënderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndershëm vëllezër besimtar, do të flasim sonte inshallah taala për një prej smundjeve më të rrezikshme të zemrës, smundje kjo e cila i kaplon njerëzit me dashje apo pa dashje. Smundje kjo e cila nëse prek zemrën e besimtarit ka mundësi që ta çon deri në shkatërrim. Është fjala për smundjen e xhelozisë. Dhe në ligjëratat e kaluara kemi pa se xhelozia është një smundje e cila lind me vet njeriu dhe është smundje e cila gjendet në çdo zemër të besimtarit, mirë po ka mundësi që dikush e manifeston e shpreh atë xhelozin, e dikush tjetër e mbyt brenda apo e mbyll brenda, apo e prangos, e burgos brenda zemrës dhe nuk e lën me veprue, sepse ai cili e lejon xhelozin me veprue, ai cili e lën xhelozin me ndikue, ajo e çon tek punë tek qia dhe e çon ka shkatërrimi. Dhe xhelozia në të gjitha punët është e ndaluar. Xhelozia në të gjitha punët është haram. E ka ndaluar Allahu Teala dhe e ka ndaluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, sipas rregullit të natyrshëm që kemi, do të thotë në çdo gjë ka edhe përjashtime. Xhelozia e cila lejohet është vetëm ajo që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë la hasad illa fi ithnatayn, nuk ka xhelozi përveç se në dy gjëra. Është fjala kjo xhelozi e mirë. E para, rajulun atahu Allahu al-Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar. Njeriu i parë që bën ne me xhelozue është ai njeri të cilit Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë Kur'anin. E ka mësuar Kur'anin dhe ja ka dhënë mundësinë e leximit të Kur'anit në mënyrën më të mirë. Dhe ky me këtë Kur'an ngrihet edhe lexon atë gjatë natës edhe ditës. Dhe lejohet ne me xhelozue këtë person edhe me thonë o Zot, sikur të ma kishe dhënë edhe mua Kur'anin, sikur atij personi, edhe une me u ngrit gjatë natës edhe ditës edhe me lexu Kur'an. Kjo është e para. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar. Dhe një person të cilët Allahu i ka dhënë pasuri dhe ai e shpenzon e jep pasurinë në formë të sadakas së lmoshës gjatë natës edhe ditës. Edhe këtë person lejohet me xhelozu dhe me i thonë Zot, o Zot, sikur më kishe dhënë edhe mua sikur filanit, edhe une të shpenzoj gjatë ditës edhe natës sikur filani. Në këto dy raste lejohet xhelozia dhe kjo është xhelozi e pëlqyer, sepse ti po lakmon në një send të mirë, sikur ta kishe, edhe ti do ta shfrytëzoje në mënyrën më të mirë. Kjo formë apo kjo mënyrë e xhelozisë është e lejuar. Dhe nuk ka gjë të keqe me lakmu një person që e din Kur'anin, e lexon bukur Kur'anin, edhe e praktikon Kur'anin, edhe na me xhelozuat person me thonë sikur tisha sikur ai, që ta lexoj, ta mësoj, ta studioj dhe ta praktikoj Kur'anin. Ose lejohet me lakmu edhe me xhelozu një person që Allah i ka dhënë pasuri dhe ai shpenzon shumë fi sabilillah në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu nuk lejohet me thonë, sikur t'ja kishe marrë Zot atij Kur'anin më dhon mua, se kjo është xhelozi e ndaluar. Ose sikur t'ja kishe marrë atij filanit pasurinë më dhon mua, jo kështu. Ata le ta mbajnë për vete Kur'anin edhe pasurinë. Po edhe mua inshallah Zoti më jep me shpresë që edhe unë do ta shfrytëzoj Kur'anin edhe pasurinë në atë rrugë të cilën
është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Jashtë këtyre dy rasteve, nuk kemi raste të tjera ku lejohet muslimanit të xhelozoj vllaun e tij musliman. Në hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kjo botë vërtet është për 4 kategori të njerëzve, për 4 grupe të njerëzve. Ose me përkthy pak më thjesht, njerëzit në këtë botë janë në 4 kategori, në 4 grupe. Dhe secili grup është i veçantë dhe është karakteristik se 2 grupe lidhen me 2 grupe të tjera. 2 grupe lidhen me 2 grupe të tjera. Do t'i shkojmë rrjedhimisht ashtu siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Grupi i parë është abdun razaqahu Allahu malan wa ilman. Grupi i parë është një rob i Allahut, të cilin Allah subhanahu wa taala e ka furnizuar me pasuri, me mall. Edhe i ka dhënë deturi, ilm. Fa huwa yattaqi fihi rabbah. Edhe ai e ka frikën me këto dyja, ja ka frikën Allah subhanahu wa taala. Pra grupi i parë është një person, një njerit të cilët Allahu i ka dhënë pasuri, edhe i ka dhënë deturi. Dhe ky me këto dyja ja ka frikën Allah subhanahu wa taala. Dhe ky me këto të dyja, pasurin edhe me ilmin, deturin e tij, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yasil fihi rahimah. Me ato dyja ky i mban lidhjet farefisnore. Dhe me ato dyja ky e din edhe obligimet që i ka karshi Allahu subhanahu wa taala. I din edhe detyrat që i ka para Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë kategori, ose për këtë njeri, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa hadha bi afdalil manazil. Do të thotë që ky person që Allahu i ka dhënë pasuri, edhe i ka dhënë deturi, edhe ja ka frikën Allahut me këtë pasuri dhe me këtë deturi, edhe me këtë pasuri deturi i mban lidhjet farefisnore, me këtë pasuri dhe me këtë deturi edhe ka obligimet parasysh, i ka obligimet që i ka ndaj Allahut parasysh, nuk i lën anash. Kush e ka këto kështu, kjo është në pozitën më të mirë. Domethënë kjo është kategoria e njerëzve më të mirë. Pra pozita më e mirë e mundshme. Grupi i dytë është interesant. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Grupi i dytë është ai robi i Allahut, të cilit Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë ilmin, i ka dhënë deturin, mirë po nuk ja ka dhënë pasurin. Grupi i dytë i njerëzve janë ata të cilëve Allahu i jep deturin, ilmin, ndërsa nuk ju jep pasurin. Mirë po, çfarë bëhet me këta? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa sadiqun niyya. Ky e ka niyetin, ky e ka qëllimin e sinqert. Domethënë është shumë i sinqert, është shumë i drejtë në qëllimet e tij, në niyetin e tij. Edhe thot me niyetin e sinqert, ky thot law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Po thot sikur të kisha pasuri, unë do të kisha punuar çish po punon filani, cili çaj që po jep pasurin po e shpërndan në rrugën e Allahut. Çaj që po i man lidhet farefisnore, çaj që po i din obligimet që i ka ndaj krijuesit. Domethënë kë e ka detyrim po se ka pasurin. Mirë po e ka niyetin e pastër në zemër. Që sikur të kish pas ky pasuni, edhe ky i zhbo sikur ky i pari. Edhe këta ishin bos sikur kjo kategoria e parë që kanë pasuri edhe kanë deturi. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhuma sawa'a. Dhe shpërblimi i këtyne të dyve është i barabartë. Dhe më thonë, që të dy kategori në shpërblim janë të barabartë. Si ky që ka pasuri edhe deturi, edhe ja vep hakun që duhet, si ky që ka deturi po s'ka pasuri, po thot me njet të sinqert, sikur ti kisha dhënë pasurinë sikur ai pari, edhe unë kisha me vepruar mirë me të,
Edhe pse ky nuk e ka pasurinë, edhe nuk po e shpenzon, shpërblimin e ka sikur ai që ka detyri dhe pasuri. Pse? Është i barabartë? Matematikisht nuk është i barabartë. Mirë po, sheriatikisht është i barabartë, se njëtin e ka të njëjtë sikur ai. Vetëm se këtij po i mungon për momentin. Pastaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i tretë ose grupi i tretë, se këtu nuk ka veç një person, këtu mund të hyjnë shumë persona. Wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu amala. Grupi i tretë është një rob i Allahut që Allahu i ka dhënë mall, i ka dhënë pasuri. Mirë po nuk i ka dhënë deturi. Allahu i ka dhënë pasuri, por nuk i ka dhënë deturi. Dhe ky çka bën? Ky e shpenzon pasurinë pa kritere, vën e pa vën. Nuk e din kur do të me kon bujar, e nuk e din kur do të me kon koprac. Nuk e din kur do të me dhon halal, e nuk e din kur do të me dhon haram. Do të thotë që nuk ka kritere në shpenzim të pasurisë. Ky simas efeve edhe qefeve e shpenzon pasurinë. Dhe ky me këtë pasuri nuk ja ka frikën Allahut subhanahu wa taala dhe nuk kryen obligimet që i ka ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe në të njëjtën kohë nuk i mban lidhjet farefisnore. I ka dhënë Zoti pasuri, por nuk i ka dhënë deturi. Ky do të thotë nuk din me menaxhu pasurinë, e shfrytëzon vend e pa vend, nuk i kryen obligimet ndaj Allahut, nuk i mban lidhjet farefisnore dhe nuk din me ia dhon hakun pasurisë të cilën ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa hadha bi akhbath al manazil. Kjo është pozitën më të keqe. Kjo kategori janë kategoria e njerëzve më të këqij, që Allahu ju ka dhënë pasuri dhe e shfrytëzojnë ato në haram, nuk e shfrytëzojnë ato në halal, e shfrytëzojnë aty ku Allahu nuk është i kënaqur. Dhe këtyn Allahu nuk ju ka dhënë deturi. Dhe mas këtyne kategoria e katër e njerëzve është abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Jeni kategori e çuditshme. Allahu as ju ka dhënë pasuri e as nuk ju ka dhënë deturi. Kjo sa interesante është. Këta të gjort, këta të shkret, këta të varfën, edhe në kokë të varfën se s'kan deturi, po edhe në xhep se s'kan pasuri. E çka po thotë ky? Law anna li malan la'amiltu fihi bi amali fulan. Po thot sikur të kisha pas pasuri, edhe unë kisha vepruar sikur ky personi që ka pasuri. Është fjala për çat personi që kish pasuri e s'kish deturi, që e çeke pasurinë poshtë edhe nalt, që shpenzoi ke vend e pa vend. Edhe po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa huwa niyetu. Edhe ky e ka domethënë shpërblimin sipas niyetit. Niyeti tina është keq me çuë, edhe pse ky hiç po shpenzon kurrë. Ka ashtu shpenzu diçka? Jo. Ashtu punu diçka? Keq jo. Po niyetin e ka të sinqert. Sikur të kish pas pasuni, edhe ky kish shkuën harame, edhe ky kish hardit në harame, edhe ky kish nejnë në vendet haramit, edhe ky kish dhon aty ku s'është i kënaqur Allahu, edhe ky kish dhon aty ku hidhrohet Allahu, edhe pse se ka bëu këtë, ndëshkimi është i njëjtë. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa vizruhuma sawa, dhe gjënohet i kanë të barabarta. Për shifni dy kategoritë e para, çfarë dallimi me këto dy kategoritë e dyta. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymije rahimahullahu taala kur e komenton këtë hadith që e shënon Ibn Majah, thot është interesant thot gjendja e këtyre kategorive të njerëzve. Sepse parimisht në fen islame nuk ka ti me u dënua për diçka të cilën nuk e ke bë fare. Parimisht, ha. Mirë po, qysh më botash edhe këtë tjetra kategoria njerëzve, pa bo punë të mira heq pa shpërblehen, edhe pse kjo parimisht qëndron. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe tjera, kur flet për njetin e pastër, na tregon se ai që ka qëllimin me bën një punë të mirë, me qëllim të pastër, edhe e bën. E ka shpërblimin për një punë të mirë me 10 shpërblime, 70 deri në 700. Po ai që ka qëllimin e pastër, qëllimin e pastër të sinqert, me bën një punë të mirë, po nuk i mundsohet, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atina i regjistrohet një e mirë, se çefin ka pas me bë, pas ka pas mundësi.
Mirë po tash këtu që sa interesant, këtu tash ti diçka pak ma nxitse, ma stimuluese. Ti nëse ki qef me bo diçka të mirë, ki qef me ndërtu një shkollë, apo një xhami, apo një ambulant, apo një qerdhe, apo një shtëpi për të varfër, po e ki e shumë të sinqert njetin, e ki e shumë të pastër qëllimin, edhe pse ti nuk mundesh me ndërtue, shpërblimin tek Allah e ki si kur ai i cili po e ndërton. A hym të gjithë në këtë kategori? Jo. Qysh mujna me përcaktu kush është në këtë kategori kush është? Këtu nuk hyn të gjithë ata që thojnë me gojë. Sikur kisha pasur ne pare edhe, ne kisha bon një shkollë në lagjën time, ose kisha bon një xhamin në fshatin tim, ose kisha bon një ambulant në fshatin tim, ose kisha bon një qerdhe në lagjën time, ose diçka të ngjashme. Jo të gjithë hynë këtu. Këtu hynë vetëm ata që e thonë me gjuhët e tyne, po këto e kanë të plot njëtin, sigurt e kanë, që sikur të kishin pas, kishin vepruar. E ku me ditë na tash kush e ka për një me, e kush nuk e ka për një me. Qysh me ditë na nuk e dim, kë mbetet tek Allah subhanahu wa taala. Na nuk mund të gjykojmë. Na parimisht gjykojmë, ai që thot sikur të kisha pas, ka me bani kështu, një xhami për shembull, ose një shkollë, na gjykojmë që çashtu është. Amo jo çdo njëri e thot kështu, edhe e merr shpërblimin. Kush zohet njet, nije e sadiqa. Njetin e vërtet, njetin e sinqert. Kush e ka shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe tjetra është shumë interesant, njeriu pa e bot keqen hiç. Me u dënu, me pas dënime, sikur ai që bën të keqen. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithe tjera nuk thot. Kështu nuk thot. Po çysh thot? Ai që ka për qëllim me bëni të keqe dhe e ekzekuton, e bën ato të keqen, çka ka për to? Një dënim, apo? Kur është e mira, e ki njetin me bëni të mirë, edhe bën shpërblimi është një jo. Shpërblehesh 10 fishin e saj. 70 fishin e saj, 700 fishin e saj. Shisa interesant. E tash kish me pyet dikush për ju e pse 10, 70, 700? Pse ky dallim? Se varet për sinqeritetit të në vepër tash. Që ki 100% vetëm për Allahun dhe s'dën me kënaq absolutisht dikon tjetër. Atje natë ki qëllimin, hiç të intereson çka thojnë njerëzit, çka thot familja, çka thojnë mediat, çka thot xhamati, çka thot shoqënia. Ti arrin as shpërblimin kulminant 700. Për një 700. Po në qatë qëllimin tënë që ki të pastër për Allahun, nga një herë të futet edhe na i ide, të kish me ditë edhe dikosh që po kontriboj ose diçka, mund të zbres të shpërblimin 70. Po nëse ty të shohë njerëzit edhe përmendet emri jët, atër mund të zbres edhe në 10. Amo në 10 nuk zbret. Në numrin 10, 1 me 10 nuk zbret. Kur jem të dënimet, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ka ndërmend me bëni të keqe, po nuk e bën atë, e ndal mlefin, e ndal urrejtjen, e ndal atë dhunën, nuk e qet jashtë. A ka mu dënu kë? Jo. Përkundrazi ka me u shpërblye, që e nalin i të keqe. E tash këtë hadithin tjetër, këtu që kemë para vetës, sikur po bim në kontradikt me fjalët e pejgamberit. Sikur po kundërshtohemi me fjalët e pejgamberit. Në njërin po thot, kush e menon i të keqe, kështu, e ka dënimin sikur ai që e ka bë. Në hadithin tjetër, kush e ka qëllimin me bën i të keqe, po e nal veten, nuk e bën, nuk e ka dënim, po e ka një shpërblim që e ka nal të keqen. Qysh me mujt pak me gërshetua, me i shtit, dhe më thonë këto hadithen njënën e tjetërën. Kështu. Hadithi par është për qëllim. Për atë person i cili e shet dikon që ka pasuri dhe bën punë të këqija me të pasuri, i lakmon edhe e lut Allahun sinqerisht, sikur të më kishe dhënë mua, edhe unë kisha bo zjetër sikur që ky. Amo ky është i sinqert kur të lut Zotin. Ky e ka për një me. Me bo mi Allahun Zoti, ky edhe më i zi sa i bëhet. E që ky tash e ka dënimin e barabart, sikur ai që po bën zjetër me pasurinë e tij. Se qëllimi është i pastër. Ky s'po thot sikur të më kishe dhënë unë kisha nal veten për të këqijave. E që ky tjetër pse s'po dënohet, edhe ke pat njëtin e keq. Edhe ke pat qëllimin e keq. Po ke pat qëllimin e keq, po e nali atë të keqin. E stopoi nefsin, epshin. Nuk e la me eksplodue. Po përkundrazi e frenoi. Edhe mujti me kryt keqen, nuk e kryti.
E tash për sakrificën, për mundi se vështirë është me nal vete njëri në disa raste, kur është pranë harameve. Imani fort normal, zën edhe kodrat me gjak se zën njeriu kodrën me iman. Po këtë spekimat iman të kodrave. Atëherë për imanit besimtarit ky e nal domethënë atë padrejtësin, e nal atë haramin, çfarë do qoftaj, edhe pse ka mundësi me bë. Edhe sinqerisht e nal për një me, e Allahu subhanahu wa taala e shpërblen. A peshet në bazë njëtit që shmunet ndoshta punë si ngjashme me kon, po njëna shpërblehet ndrysh, njëna shpërblehet ndrysh. Kështu do të thotë janë kategoritë e njerëzve në këtë botë. Inshallah Allahu subhanahu wa taala na bën prej atyre të cilët janë kategoria më e mirë. Cila kanë ajo? Ndoshta se harru ka shpejt. Kategoria e parë domethënë, që Allah subhanahu wa taala ju jep pasuri dhe ju jep dituri. Dhe e shfrytëzojnë pasurinë edhe diturinë aty ku është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Normal që kemi tash në këtu shumë me fol ku mund të shfrytëzohet dituria dhe pasuria. Po nuk ka temë junja se si ta menaxhojmë tash diturinë dhe pasurinë. Po me një fjalë për me përmbyll këtë ato që po e lëm mbas, çush kishëm me përmbyll? Kishëm me thon, ati që i ka dhënë Allahu dituri dhe ati që i ka dhënë Allahu pasuri dhe e shfrytëzon aty ku është i kënaqur Allahu, ata janë domethënë kategoria më e mirë e njerëz. Allahu na bof prej tyre. Nuk kem nevojë tash na më thon e cilat janë punë. Ku është më i kënaqur Allahu, çaty ai shfrytëzon diturinë. Ku është më i kënaqur Allahu, çaty ai shfrytëzon pasurinë. Që ta janë kategoria më e mirë e njerëzve. Allahu na bof prej tyre. Dhe pjesa tjetër e takimit të sonëm është normal se masi që xhelozia është smundje, po e quajmë kushtimisht smundje, po nuk ka smundje organike. Se nuk ka mundësi me shku te mjeku i zemrës, te kirurgu, jo te kardiologu. Edhe me i thonë atina, diagnostifikama zemrën sa përqind kam xhelozi. Në këtu do të kemi edhe studentat mjekësisë. A ka mundësi që të dikosh me ne abo këto? Me thonë që kjo zemër ka 10% xhelozi, 10% dashuri, 3% urrejtje, 5% diçka simpati, kështu, a ka mundësi? Nuk ka mundësi. Mirë po, nëse hym në botën metafizike, në botën e fshetë të zemrës, a ka përqindje xhelozis 100%. Do me thonë, nuk ka dyshim se zemra ka xhelozi. Nuk po them 100% ka xhelozi, po them 100% është e sigurt se çdo zemër ka xhelozi. Mirë po tash më varet kush sa ja bën hizmetin që shtat populli. Varet ti sa ja bën hizmetin. Nëse ti punon për me qit jashtë atë xhelozin, e vetë shtohet, se rregull është ashtu. E ke pas sikur këta që lexojnë shumë. Rregulli është sa më shumë që të lexojsh, çka bëhet? Aq më shumë të lexohet. E ke po do njerëz të tonë nuk më me ra me fjet pa lexuar një 10 flet, 15 flet. Do njerëz me i thon lexo 10-15 flet sikur me i rap lum para se të vjen me flet. Do kudhet me lexu para se me ra me fjet. E këtë është sa më pak që lexon, aq më pak ka apetit me u lexuar. Disa tjera ke po para me fjet 10 natës, 11 natës, 23, 24. Që kisha hangër tash. Edhe ja qet me hangër e han. Po apet me qit edhe ma vonë han. E dini që ka njerëz në 2 natës qohet gati me sy mshen, e hap frigoriferin edhe merr han diçka. Edhe kur i shen me nxës troshat ose sheh për shembull se ka pas çokoladë i ato letrat, thot po vallai ne komon edhe s'dia shikoj. Domethënë sa më shumë që han, aq më shumë i hahet. Sa më shumë që lexon, aq më shumë i lexohet. Sa më shumë që xhelozon, aq më shumë shtohet xhelozia. Runa Zot. E nuk duhet me ujit. Qyshe ujit? Qyshe ujit xhelozin? E ujit të ja bo punën. E ujit xhelozin të ja bo punën, domethënë. E sheni diçka, je xheloz, me njëherë ja bo punën. Qite edhe jashtë, fal kundaj tina. Po pse bre vëlla? Këshira tash, interesom ja gjet ato të metat, nga xhelozia tash t'ja publikoj. Po jemër e vëlla, mos u merr me ato çast përket ty. Sa t'ja bëjsh punën xhelozis, zemra ka përqindje më të madhe. Sa më pak ja bën punën, ka më pak përqindje. Edhe pa xhelozi nuk ka asnjë zemër. Natyrshëm Allahu e ka fal ashtu. Do të thonë, është gjë e lindur në zemrën e njeriu. Sikur frika. E ke po këta trimat. Thot jemër edhe thot lani me mdalë thot stutna. Ai s'de lani hiç natën në kese, në lastik e ke po, dikun të ecë rrugës është virë e lëviz atë
sikur ta ashtu në profil hija, peshe, edhe ai vesh tutët e sheh hijen aty të kesës, s'ka dalë lani hiç, as t'ka dalë elefanti, po t'ka dalë një kesë prej atij, e ka peshe hijen edhe po dridhet, po çysh jam ore. Alamet burri 2 metra. A është e natyrshme me u friksu? Pa. Dikush po t'ja s'friksona. Alamet burri të ecë, ku ta dione, shkel në minë ashta, mini. E për dini mini që ecë. Edhe tek ai kërset, se eksplodon, se e kanë gjesh kjo, se kjo 100 kg ose 120, edhe kur të shaka më thu që shkelin eksploziv. Natyrshëm është kjo. Ose është të rrugës, dikush i mshefet në rrugë, edhe që pa tak! Ajo, ka darë se këtu më shu zema. Të shanë zema. Do të thotë, e natyrshme është me pas frikë. E natyrshme është me pas xhelozi. E natyrshme është me pas dashni. Këtu janë gjana, vetëm se cilës sa ti kontribojsh, ajo shtohet. Për shembull, dashuria ndaj vëllezërve musliman, sa më shumë kontribon, sa më shumë interesohesh për gjendjen e tyre, sa më shumë takohesh, sa më shumë i ndan ato hallet edhe brengat me ta, të mirat edhe të këqijat, shtohet edhe dashnia. Sa më shumë vizitohesh, shtohet dashnia. Nuk e do njëtë sikur një që rrin edhe bisedon me të hanë e pinë, në shteki edhe në konvent në dhomë, sikur një vëlla musliman që se ka pasur 20 vjet. Ta don zemra, po në farë mënyre në memorien tonë vetëm ekziston sikur këta numrat të telefonit që si thirr kur veç të kamet, as nuk e din, e ke shkruani numrin edhe ke harru kush është ai. Kemë na disa emra që kemi në kokën tonë, kanë me në memoria, mos zdim për gjendjen e tyre. Që 20 vjet zdim as ku gjenden, as çka bëhet me ta. Për ata do të ndalemi tash, do të shohim këtë smundje që pa dashjen tonë është në zemrat tona, si ta definojmë, apo si ti dim shkaqet e xhelozisë. Se dietarët islam, në për literaturë, në për libra, e kanë përmend, domethënë, një sër shkaqes, një grup të shkaqeve të xhelozisë. Një grup të sebepeve të xhelozisë. Cilat janë sebepet kryesore? Me thonë ma thjesht në gjuhën shqipe. Ka shumë sebepe, shumë shkaqe që njeriu të bëhet xheloz. Unë nuk do ndala më shumë se sa që o ndal edhe autori i librit, edhe këto burimet edhe referencat se sa që i kanë përmend. Kanë përmend 4 shkaqe kryesore. E para prej shkaqeve që na bën neve me qenë xheloz është urrejtja ndaj atij personit që e xhelozojmë. Dhe kjo është do të thotë më e rrezikshme. Dikush vetëm pse urrejn filanin, ka një urrejtje ndaj tij, më njëherë fillon edhe me xhelozue. Çka do të thotë kjo me xhelozue? Me xhelozu do të thotë që të arriturat e tij të pengojnë. Dështimet e tij të gëzojnë. Kjo është xheloz. Nëse ti do të thotë mërzitesh me të arriturat e vllaut tan musliman, me sukseset, me përparimin e vllaut tan musliman, do thotë ti je xheloz. Nëse ti gëzohesh me fatkeqësitë e vllaut tan musliman, gëzohesh, e ka thyer komën, më të e ka lyp me thyer komën. Dhe kjo e bën do të thotë njeriu me manifestue xhelozin edhe me ushtu xhelozia. Dhe kjo është nga sebepet, shkaqet më të rrezikshme, sepse këtu tash nuk ka kritere. Këtu nuk ka kritere. Urren dikon më njëherë fillon edhe me xhelozue. Çfarë duhet të jemi të sinqert vëllazë. Mundet njeriu me pas një urrëtie ndaj dikujt, po jo tash me xhelozue me të arriturat e tij. Me ja xhelozu, do të thonë me pas inati pse ka arrit, ose mundesh me urrejt dikon, por jo me u knaq me fatkeqësitë e tij. Për ata Allah subhanahu wa taala në surën Ali Imran thot in tamsaskum hasanatun tasuhum. Nëse ty të ndodh ndonjë e mirë, nëse ty të ndodh ndonjë e mirë, ata do thot xhelozet i bën më undi e keq. I mërzit ata, i dhnohen ata pse ty të ka ndodh ndonjë e mirë. Dhe thot Allahu Teala, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Po nëse ty të godet ndonjë fatkeqësi, ata gëzohen me ta. Ka xheloz.
Kur të gatet ty diçka e keqe, një fatkeqësi, ato janë të natyrshme fatkeqësit. Ligji i Zotit është me pas fatkeqësinë këtë botë. Sprova. E këta xheloz me një herë ku vrehen, me një herë zemra ju gëzohet edhe e publikojnë edhe me pamjen e jashtme. E publikojnë, thonë, që Zotit, se ky moti e ka lyp që të me thy kokën. Se ky moti e ka lyp që të me ndodh. Do të thotë, nuk mundet me majt tash atë xhelozin zemër, po e publikon. Këtë mërziten, këta e shet të lexuar të gazetën, knasti pas ka ndodhur, knasti sikur dyqysh zemra mal i bëhet. Edhe Allahu subhanahu wa taala pe përmend këto. Me po çfarë Allahu? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Nëse ju bëni sabër, jeni dorimtar, nëse ju keni frikë Allahun subhanahu wa taala, nuk ju bën asgjë dëm dinakria e tyne. Ju veç bëni sabër, veç bëni të devotshëm, keni frikë Allahun, nuk ju dëmton asgjë dinakria e tyre. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, është e sigurt se Allahu e ka në dorë çdo gjë që ata e punojnë, apo çdo gjë që ata e planifikojnë, Allahu subhanahu wa taala e din atë dhe e ka nën kontroll. Kjo është shkaku i parë pse njerëzit janë xheloz. Shkaku i dytë është se njeriu shpesh herë e përjeton rën përparimin e të tjerëve. Kjo do të thotë nuk e ka këtë shkakun e parë, që nga urrejtja bëhet xheloz, mirë po, ky ka që mi po njerëzit, dhe i dikun mirë, po përparimi tyne, ecja për para, këta me njëherë blokon. Edhe këtu tash aktivizohet xhelozia, këtu që e ka, fillon me qit jashtë. Dhe ky një farë mënyre nuk don me pa kërkon me gjana më të mira se sa veten e vet. Te afër vetes mundet me i bart. Amo me pa të barabar dikon me veten nuk mundet. Se me bo me pa ma mirë që të ka kalu ty dikon, nuk bën. Edhe në veshje për shembull. E ka bli një veshje të thjesht, po është pak më shtajt se jotja, ky nuk mundet me përballue. Edhe në makinë, në kerr. E ka bli pak më të mirë se tonën, nuk mundet përballon. Do thot, shkaku i dytë i xhelozisë është zemër ngushtësia, ngushtimi i zemrës. Ngushtimi i zemrës, do thot zemra nuk përballon dikon me pa më mirë. Pra, përparimi i të tjerëve e bën këtë të jetë xheloz. Shkaku i tretë është interesant. Pse bëhen njerëz xheloz? Nga frika se mos po e humbin atë qëllimin, atë synimin këta që e kanë. Çush i bën kjo? Pse bëhet xheloz njeriu? Nga frika se po humb ato që e ka për qëllim. Për shembull, kjo mundet me urrejt te këta djem beqar. Tash ti këtu ju sonte shumica jeni beqar, pa martu. E tash, kën nga frika se po e humb çit vajzë që po don, po dashuron, se këtina kësajna nështë njëtën ofertë po do m'ja bo edhe filani, se që shtet populli, vajzen 100 e lipin, po një e merra, po? E tash kë, nga frika se mos për hum këtë vajzen, bo xheloz ndaj ati fqiu të ti, apo shokut të ti, edhe pse ndashta nuk ka qenë risku këtina, ka qenë risku dikuj tjetër. Ose tjetra, nga frika, për shembull fëmia, se për hupin dashurinë e babës, bëhen xheloz ndaj vllaut ose ndaj motrës. Pse? Se mos pedon baba këtë më shumë se sa mua, ose mos pedon nana këtë më shumë se sa mua, shkak do të thotë është humbja e dashurisë të babës për me u bë fëmia xheloz. Për ata prindi i mençur i përgdhel të njëjtë, i merr për dorë të njëjtë, i vesh të njëjtë, ju jep gjithëve njëjtë. Po nëse dikon e dallon, nuk e dallon para tyne, sikur të na. Jo ky është më i madh, jo ky është më kështu, jo ky është më nxënës i mirë, jo ky është më nxënës i dob, jo ky kështu, jo ky ashtu. Nuk bën publikisht. Ti bën fshetas me thonë çore, ty po të stimuloj më shumë se i shkëlqyshëm. Ty po të stimuloj më shumë se ti po i fal vaktet në xhami. Ty po të stimuloj më pak se ti po i fal vaktet po i fal në shtëpi. Kështu lejohet, apo jo ti me nënçmu fëmit njërin para tjetrit, ose me avancue me ngrit njërin para tjetrit. Edhe pse nga njëherë do të më u përmend. Amo kur të bëhet pyetja cilën e don më shumë ti, do të më thonë të gjithëve.
A i duam të gjithë njëjtë? Jo, s'ka mundësi. Cilën ki me dash mas shumëti? Cilën fëmijë ki me dash mas shumëti? A vajzën, a djalin, a të rriturin, a të voglin? Që ato është taknash zemrën mas shumëti. Po kjo është legji Zotit, edhe Zoti kanë edhe mas shumëti. Qaj që e knaqë Allahun mas shumëti, Allah e dënë që të mas shumëti. Cilën e orrejnë Allahu, qaj që e hidhran Allahu mas shumëti, Allahu nuk e dënë ato. Edhe prindi, a i fëmijë cilë e knaqë prindin, mas shumëti prindi që ato e dënë, mërë letë jeti i madhe, letë jeti i mesmi, letë jeti i vogël, s'ka kurfar problemi. Po qaj që ja mërzit, ja kallë zemrën mas shumëti, që ato nuk e dënë prindi, e dënë mas pak, edhe pse e vlet është. Andaj, këtu e shohim do të thotë një prej shkaqeve të xhelozisë është rreziku që po e humb në synim që ka, synim e ka me arrit dashninë e prindit. Ose të nxënësat, e keni po çu janë xheloz nxënësat? Mësues, se cili dën me marrë dashninë e mësueses. E tash mësuesja nuk bën me i privilegju veç një ose dy në klasë. Pse? Nëse mësuesja i privilegjon një ose dy i dallon në klasë, këta 20 tjerë i urrejnë 7-2. Kanë xhelozin ndaj këtyre dyve. Po mësuesja do të më thonë një gjithë një që duhet. Onë jeni të gjithë barabart. Kështu në farë mënyre me u paraqit. Dhe shkaku i katërt pse njerëzit bëhen xheloz është runa zot kooperacia në zemër, edhe zemra e prisht. Dhe dashuria vetëm ndaj vetvetes. Kjo është domethënë shkaku i katërt pse njerëzit bëhen xheloz. Se janë kooperat në zemër, janë çash kooperat tahmashon në zemër që nuk dëshirojnë për dikon diçka të mirë vetëm se për vetveten. Edhe Allahu subhanahu wa taala i përmend këtë kategori të njerëzve dhe thot wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kush është i ruajtur prej lakmisë së vetes, kush është i ruajtur edhe nuk ka lakmi veç për veten e vet, nuk është vetjak, ose me përkthim më bukfalisht, kush është i ruajtur prej egoizmit, prej egos, veç për veten e vet, këta janë të shpëtuarit. Do më thonë, nëse je egoist, lakmitar veç për veten tënde, atëherë kjo është shkak i xhelozisë. Se dikush sikur ti kish depot, për një depot e mdhaja, që i ka dhonë Allahu subhanahu wa taala, krejt depot me tëna të mirat që janë, kish me i nalë për vete, tjerëve s'kish me dhonë. Dikush sikur të kish edhe ajrin në dorë, prej xhelozisë që ka ndaj tjerëve, kish me ja nalë ajrin, me thonë, ja ajrin s'keni me thith. Ose dikush sikur të kish diellin, kish me thonë, mos ka lë ka shtëpia e këtyne, as ka atyne, as ka e këtyne, as ka këtyne këtyne. Vetëm ka shtëpia em, ka lë dhe prendos, duk aty me shfrytzuar. Ka dhe kësi xhelozash. Edhe kjo kategori. Për ata, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë iyyakum wash-shuh. Ruajuni nga lakmia e vetes. Mos lakmoni veç për vetveten. Ruajuni nga lakmia e skajshme e tepërt. Pse thot fa innahu ahlaka man kana qablakum, se kjo lakmia e tepërt për vetveten i ka shkatruar ata që kanë qenë para jush. Amarahum bil bukhli fa bakhalu. Lakmia tepërt i ka urdhnuar në tahmasharllak, në kopratësi dhe janë bë kopratës. Wa amarahum bidh-dhulmi fa zalamu. Kopratësia tepërt, lakmia ndaj vetes i ka shty me bë zullum edhe kanë bë zullum. Wa amarahum bil qati'a fa qata'u. Edhe lakmia ndaj vetes i ka shty me shkput lidhjet farefisnore edhe i kanë shkput lidhjet farefisnore. Dhe në fund edhe me këto po e përfundoj inshallah taala. Tregon Ebu el-Hejjaj rahimahullahu taala, thot e kam pa një njeri duke bë tawaf rreth Qabës. Thot edhe më ka ra në sy që ton kohën bëjke do thonte Rabbi qini shuhha nafsi. O Zot, më mbroj nga lakmia e vetvetes. Mos me lakmu veç për vetveten. Rabbi qini shuhha nafsi. Veç do e bëjke. U silke rreth Qabës veç do. Edhe thot kë Ebu el-Hejjaj, thot edhe kum pyet se kusha ky person. Thot edhe më kanë thonë ky është Abdurrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu. Thot kom shku taj,
edhe e kum pyet thëtë, pse ti kështu po bën da, kështu daje, krejt rreth çabës bojnë da të ndryshme, edhe vërtet është mirë me bë da të lloj-llojshme, kolorit dash. Thëtë po ti e bëjsh veç që da, o Zot më ruaj nga lakmia e vetvetes. Edhe thëtë Abdurrahman ibn Aufi, thëtë se nëse unë jem lakmitar i madh, lakmoj veç për vetveten, po thëtë atëherë mund me ndodh shumë të këqija. Po nëse Allahu më mbron nga lakmia e vetvetes, thëtë më ka mbrojt nga vjedhja, më ka mbrojt nga kopratësia, më ka mbrojt nga padrejtësia, më ka mbrojt nga xhelozia dhe më ka mbrojt prej shumë të këqijave të tjera. Allahu na mbrojt edhe neve nga ky rrezik dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mbron edhe nga xhelozia, të paktën të na mbron nga xhelozia e dukshme apo e jashtme, sepse ato të brendshme ne kemi, po inshallah Allahu na jep zemrave tona devotshmëri edhe lirësi që me menaxhue këtë smundje të zemrës, xhelozin, po dhe smundjet e tjera që i kemi. Allahu na falt neve, prindrit ton, dietarët, hoxhallarët, mësuesit ton dhe të gjithë besimtarët kudo që janë. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala rasulina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.